më mirë këtu ku jam unë sot, se sa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabi i elektoral 5D. Me që kishin hallin e rezultatit të 14 majit vitit 2023. Jam pyetur për praktikat korruptive që kam denoncuar, jam pyetur për burimin e informacionit, jam pyetur për teknikalitete që kanë të bëjnë me çështjen. Në thelb, sigurisht, është bërë sërish e njohur nga gjykata fakti që kallëzimi i nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme është bashkuar me kallëzimin e depozituar nga ana ime në datën 9 maj të vitit 2023, 5 ditë para datës së zgjedhjeve, dhe më pas jam pyetur për të gjitha informacionet dhe indicjet që unë kam patur me këtë çështje. Sigurisht, përgjigjet e mia kanë qenë drejtuar gjykatës me shumë etik dhe shtëruese për aq informacione sa unë disponoj. Betejë ime politike dhe individuale me ish-kreun e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, tashmë konsiderohet nga ana ime një kapitull i mbyllur, por betejë ime politike me modelin Erion Veliaj, që sot është në çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe në çdo dikaster të rëndësishëm të vendit, sigurisht vijon dhe do të vijojë deri në fund. Okej, mirë kthyer në studio. Zoti Gëlliçi, çfarë ndodhi brenda ambienteve të SPAK-ut që nuk u raportuan në media? Mund të dim një panoramë të plot? Ai sa mundet të flas për këtë çështje, se duhet kuptuar që është një çështje që ka ndodhur brenda në sallën e gjyqit. Kë e patët përplasjen? Jo, nuk është çështje përplasje, zero, thjesht. Raportuar në media që keni patur një lloj për të ardhur keq që një sër prej personave që janë pjesë e trupës mbrojtëse të pandehurve për këtë çështje. Blinin shumë për të dëshiruar në qoftë në formim, qoftë në komunikim, qoftë në sjellje, qoftë në etik, por pak rëndësi ka, s'më intereson fare. Kryesisht në ato 90 minuta pothuaj që kemi qenë në ballafaqim, më janë adresuar pyetje kryesisht politike. Që kishin probleme me etikën. Ta thash edhe një herë, një pjesë e trupës mbrojtëse të pandehurve, një pjesë disa prej avokatëve, po. Dhe me emra po si njova s'më intereson fare, ishin avokatë aty, siç janë të gjithë avokatë. Fare me zero, se kam iden. Kush ishin aty në sallë, kaq. Po çfarë ju than? Po sa ka numrin e këmbës, Andrea, çfarë them tash? Po them tash as ja kam iden kush janë si individ, as përbëjnë asnjë lloj interesi. Bën disa pyetje po them politike që nuk kishin lidhje fare me çështjen. Pra shqetësimi i tyre ishte a kisha përfituar unë politikisht nga kallëzimi për 5D-n, a kisha fituar unë zgjedhjet lokale në 14 maj vitit 2023, a kishe përfituar opozita nga kallëzimi im, i shqetësonte shumë burimi i informacionit, pra kush kishte burimi im i informacionit për këtë çështje, i shqetësonte shumë plani im për të garuar apo jo prapë për Bashkinë Tiranë, dhe i shqetësonte shumë fakti që nuk i jepja përgjigjet që ata dëshironin të dëgjonin. Kështu që thënë këtë, ka qenë një seancë pyetjesh që unë jam tritur si dëshmitar nga ana e organit akuzës, nga prokuroria e posaçme, duke qenë se kam qenë kallëzues në këtë çështje, duke qenë se dhe organi i akuzës e ka nisur fillimisht kryesisht këtë hetimin për këtë çështje dhe më pas kanë bashkuar kallëzimin e depozituar nga ana ime në 9 maj vitit 2023 dhe i kanë bashkuar të dy kallëzimet në një. Dhe thënë fare thjesht, ka qenë një formalitet që do duhej kryej para gjykatës nderuar, para gjyqtarëve dhe para prokurorëve, edhe para palës mbrojtëse, ku unë kam deponuar ato dhënat mijat që unë disponoj. Mos harrojmë, bëhet fjalë për një çështje që ka më shumë se 2 vite e gjysmë që ka ndodhur. Sigurisht i kam qëndruar gjithë deklaratave të mia, qoftë atyre publike, qoftë më e rëndësishme është atyre me shkrim, se ajo ka rëndësi në fund ditës, atyre të cilave deklaratave që unë kam vendosur firmën dhe i kam depozituar në organet e akuzës, dhe duke qenë se për mua kjo çështje është e zauruar që në momentin që unë e kam depozituar me shkrim çështjen, pra kallëzimin, dhe prokuroria e posaçme ka patur baza për ta regjistruar çështjen, për të kryer veprime hetimore, dhe sot që ne flasim çështja është në gjykim, për mua si individ kjo çështje është e zauruar, i ka kaluar drejtësisë. Pra, denoncimin që unë mora, infon që unë mora, informacioni që mu dha në periudhën e fushatës, unë bëra detyrën time si kandidat për Bashkinë e Tiranës, por edhe si qytetari i Republikës së Shqipërisë, mbi të gjitha banorët e Tiranës, për ta depozituar atë informacion në organin e akuzës. Për sa kohë ai informacion rezultoi sakt dhe sot keni procesin gjyqësor, kjo histori për mua ka mbaruar. Qartë. Zoti Sejamini, a është SPAK arbitri kryesor i lojës politike apo është lojtar në fushë bashkë me ta? Po pse më bën këtë pyetje? Çfarë lidhje ka SPAK-u me politikën?
Jo, domethënë duke qenë se duket sikur vetë prokuroria e posaçme ndikon në proceset apo në betejat politike të vendit. Normale, nëse ti ke politikan të hetuar apo të akuzuar, kjo ndikon politikën. Por që të thuash apo është lojtar Spaku, pastaj do të flasim çfarë lidhje politike ka Spaku, pra e vetmi rast kur Spaku mund të bëhet mund të ndikojë në betejat politike. Edhe një herë. Duke qenë se ka patur jo pak ndikim. Po duhet ndajmë dy gjëra. Do ndajmë qëllimin nga pasoja. Çdo veprim i drejtësisë ka pasoja politike. Për të marrë një shembull, se ne marrim shpesh shembull Amerikën, ndoshta nuk është shembull i përshtatshëm, në zgjedhjet kur u zgjodh për herë të parë zoti Trump president, u hap një hetim ndaj Hillary Clintonit nga prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuara dhe kjo pati ndikim të jashtëzakonshëm para zgjedhjeve, pati ndikim të jashtëzakonshëm në zgjedhje. Ai hetim u hap në vazhdim një hetimi tjetër. Pra nuk u bë me qëllime politike, por ama pati pasojë politike. Çdo gjë ka pasojë politike. Kur unë nuk di të them se kush e komandon Spakun dhe a është Spaku lojtar politik, a e manavron dikush apo prokurorët e Spakut kanë qëllime politike. Por që veprimet e Spakut kanë pasojë politike, kjo është afërmendsh. Sepse në çdo aspekti, si në aspektin faktik, kur politikanë caktuar merren të pandehur, apo burgosen, dhe në aspektin politik që në qoftë se individ caktuar apo drejtues lart Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike akuzohen për korrupsion apo jeton, kjo ka ndikim në opinionin publik dhe ka ndikim në fund ditës tek vota. Në këtë lloj kuptimi, Spaku ka të pamundur mos të ndikojë politikën. Ajo që Spaku duhet bëjë është që Spaku nuk duhet të ketë qëllime për të ndikuar politikën. Spaku duhet të ketë vetëm drejtësinë. Dhe duke bërë drejtësi, Spaku në vetvete, sepse me përcaktim, Spaku është prokuroria që heton politikanët e lartë të Shqipërisë. Me përcaktim Spaku ndikon politikën, sepse është bërë për të hetuar politikën. Kreu i opozitës akuzon Spakun se është e komanduar nga zoti Rama. Siç e ke dëgjuar ti, kam dëgjuar dhe unë. Siç mund të komentosh ti, mund të komentosh dhe unë, por nuk besoj se kam vlerë komentet e mia, sepse unë kam vlerë, se e mendoni si lojtar apo e mendoni si arbitër? Jo, edhe një herë. Unë nuk mund të flas ti përgjigjem pyetjes tuaja nëse nuk kam fakte. Pastaj opinionet janë spekulime. Unë mund të them çdo gjë, mund të them për shembull që edhe UFO-t e komandojnë Spakun, mund të them që edhe Australia komandon Spakun, mund të them edhe zoti Berisha edhe zoti Rama, por nuk më lejohet të flas nëse s'kam prova. Mund të kem dyshime, mund të kem opinione, por këto nuk kanë vlerë se çfarë mendoj unë për këtë gjë. Pa diskutim, unë mund të them në mënyrë objektive që Spaku ka lënë për të dëshiruar në procesin e hetimit. Për shembull, është absurde deri më sot që në hetimin e incineratorit nuk është thirrur zoti Rama. Është absurde që sot në hetimin e incineratorit të Tiranës nuk është zoti Velia i akuzuar dhe atje. Mua si qytetar më duket e pamundur, sepse vendimarrja e incineratorit ka qenë zoti Velia e zoti Rama, dhe më duket e pamundur që këta njerëz të mos thirren. Dhe këtu më bën të dyshoj. Është mungesë kuraje, është kontroll politik, është unë nuk e di, por ama di them këtë gjë. Mua për aq kohë sa hetimi i incineratorëve të Tiranës nuk do hetoj dhe rolin e zotit kryeministër, nuk do hetoj dhe rolin e zotit kryetar bashkëri, nxjerrit pafajshëm, po do t'i hetoj. Është hetimi pa plot për mua. Nga ana tjetër, nëse hetimi i incineratorëve të Tiranës nuk nxjerr një fakt thelbësor, ku ka shkuar parat? Se është një gjë të thuash dënosh disa drejtor, problemi është aty $120 milion, euro, 160-170 sot. Kostoja e punëve që ka bërë incineratori nuk është më shumë se 30-40 milion. Pra aty rreth, mund të themi pa frikë, 80 deri në 100 milion euro janë zhdukur me pagesa, me kontrata, me financime, me vjedhje, kanë përfunduar në llogari private, politikanësh. Këto do të bëj Spaku, të gjetë ku kanë përfunduar ato para, që ky hetim të jetë hetim i mirëfillt. Në këtë lloj aspekt, në kuptimin teknik, un kam shumë rezerva ndaj Spakut dhe jam i zgënjur që nuk e ka bërë deri më sot. Siç jam i zgënjur që hetimi i incineratorëve vazhdon në mënyrë të pafundme, duke zvarritur ti SB rëndësinë SB. Por unë nuk mund të them ti përgjigjem pyetjes që a është lojtar politik Spaku, sepse nuk kam as prova dhe nuk mund të spekuloj. Zë Faku. Po militari bëri një pasqyrë shumë korrekte dhe pak a shumë këtu duhet të jetë qëndrimi për Spakun. Unë do të shtoja vetëm këtë, Andrea, që kemi nga janë dhe ti përmende në fakt që Partia Demokratike zyrtarisht Spakun e cilëson si bandë kriminale dhe zotin Dumani drejtuesin e saj si krye bandit. Dhe kjo është e papranueshme për mendimin tim, sepse është qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, ne kemi një institucion që me shumë të drejtë Neritani përmendi disa defekte dhe atyre defekte mund t'i shtojmë dhe shumë të tjera dhe ka plot nga këto. Dhe çdo kush nga ne këtu mund të numërojë 10, 20, 30, por ne nuk mund të mohojmë atë punë që ka bërë Spaku,
që njerëz që i kishim staret e politikës shqiptare, që diktonin dhe ndikonin politikën shqiptare dhe në jetët tona, sot nuk janë fare në politikë, falë SPAK-ut. Do të thonë që nga Veliaj, Ametaj, Beqaj, Dako, Tahiri, të Partisë Socialiste, po edhe zoti Meta, do të thonë janë jashtë politikës. Dhe kjo është merit e SPAK, kjo nuk mohohet. Që ti thua SPAK, bandë kriminale, më falë, edhe eksponentët e Partisë Demokratike, kemi dhe Belindin këtu, kur ka një çështje shkojnë në SPAK. A kemi rezervë? Meta është në politikë, se është kryetari i partisë. Ta thash pra, përveç Metës thash socialistët thash. Politik, jo, Meta është në politikë. Meta është i arrestuar, po flasë që goditën e ka bërë SPAK-u. Edhe madje edhe zoti Berisha që ishte izoluar. Pak të SPAK nuk do kishte fare politikan Shqipëria, Andrea, që të hynte gjëm në këmbë. Dhe nuk ka më, ne sot jemi të bindur që politikan të paprekshëm nuk ka. Okej, dakord, opozita kërkon që... Rama thotë, zoti Sejamini, nuk ka shkuar... I keq të zoti Rama si paprekshëm. Është de facto, megjithatë, ne... Kështu thoshën edhe për zotin Veliaj, me thënë drejtën para disa muajsh, por ja që ndodhi diçka... Unë se kam thënë, unë kam thënë gjithmonë që zoti Veliaj është test për SPAK-un. Dhe kemi qenë edhe me Belindin, kam thënë. Në qoftë se nuk përfundon zoti Veliaj, SPAK-u duhet shpërbohet. Kam thënë do dali pari në publik dhe do ta sulmoj SPAK-un. I pari person që është thirrur nga zyrtar i shtetit shqiptar, që është thirrur nga departamenti i shtetit në administratën Trump, zoti Dumani. Tani, zoti Dumani është njeriu më i akuzuar sot në Shqipëri nga Partia Demokratike. Do të është vizatohet kështu si kriminali i gjithë institucioneve shqiptare. Kjo për mendimin tim është jo e tepruar, po është e papranueshme për një politikë normale të ditës. Nga ana tjetër, SPAK-u është përpara një prove tjetër, sepse zgjidhet drejtuesi i tretë në radhë dhe nuk është një besoj të gjithë e din këtë që ka ndikime tashmë që kushdo zgjidhet, si do zgjidhet, presion dhe është një garë që nuk e di si do përfundoj. Unë uroj që garancia tjetë përsëri Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne nuk mund të jemi aq sovranistë dhe nuk mund të jemi sovranistë që këtu ne i bëjmë vetë, votojmë vetë, i zgjidhim vetë. Jo, ne nuk i zgjidhim vetë. Edhe SPAK-u, drejtimin e SPAK-ut nuk e zgjidhim vetë, Andrea. Nëse ne nuk kemi garanci si SBA-ja që i kishim në 2 mandatet e tjera, sepse të kujtohet, zoti Dumani nuk do ishte zgjedhur. 40 tetor para u bë gjithë ajo çfarë ndodhi atje. Kështu që është një moment po aq i rëndësishëm sa zgjedhjet e pjesëme, në mos më i rëndësishëm drejtuesi i ri i SPAK dhe për mua nëse Amerika ndryn. Në betejën elektorale, zoti Kolliçi, konsideroni një lloj aleati apo një lloj kundërshtari SPAK-un? Duke qenë se keni marrë një lloj zhgënjimi nga zgjedhjet e fundit ku priteshin struktura proaktive për të hetuar krimin zgjedhor. E konsideroj si alibin e Edi Ramës edhe të mazhorancës për vjedhjen e zgjedhjeve. Mos harroni që u ngrit me një bujë të madhe një task force speciale për hetimin e krimeve zgjedhore. U dhanë deklaratat pafundme edhe nga institucionet ndërkombëtare në vend, po edhe nga vetë SPAK-u, po edhe nga qeveria, madje doli Edi Rama kritikonte, kërcënonte dhe SPAK-un, kush janë këta që do hetojnë veprimtarinë elektorale të Partisë Socialiste, apo kush janë këta që do hetojnë kandidatët e Partisë Socialiste, etj. Dhe sot që ne flasim, fakt është që task forca për hetimin e krimeve zgjedhore e ngritur para zgjedhjeve, rreth 3 muaj para zgjedhjeve nga SPAK-u, ka rezultuar dështimi më spektakolar që kemi parë ndonjëherë i çdo task force të ngritur për një qëllim caktuar. Produkti ka qenë 0. Ndalimet kanë qenë 0. Jo, thjesht po flas me fakte, nuk po flas me aludime, me opinione. Këto janë fakte. Nëse keni fakte të tjera, mund të më provoni të kundërtën. Po këto që po ju them unë janë fakte. I vetmi zyrtar i ndaluar për një krim zgjedhor dhe cilët janë marrë telefonët në djenin time, celular, ka qenë ai kreu i Bashkisë Vaudejes, 2 ditë pasi Edi Rama ishte në Vaun e Dejes dhe e thriti publikisht para mediave në emër, se si mbaj mend emrin, dhe i tha që ore ndaje mendjen se punon me 2 porta aty. Se nuk e kishte ndarë mendjen ai ishte me Edi Ramën apo ishte me PSD-n, mos gaboj Tom Doshit. Dhe 2 ditë më pas zbarkoi task forca elektorale dhe zbarkoi sigurisht, po dhe zbarkoi në Bashkinë e Vaudejes. Sot që ne flasim, nuk ka një njeri që ndjek politik, një analist, një emisione të gjitha, një kandidat që nuk ka dëgjuar të gjitha denoncimet në seri të Partisë Demokratike, të paktën për 2 qarqe që janë të prekshme, të drejt për drejt të prekshme për sa i përket krimit zgjedhor dhe implikimit të krimit organizuar në zgjedhje. Qarku Durrës,
ku kryesonte karteli i Troplimve, dhe qarku Elbasan, ku kryeson karteli i Suel Qelës. Tani, të marrim rastin e Troplimve, çfarë ndodhi me Spakun? Erdhën mandatarestet nga Italia në fund të shkurtit dhe u ekzekutuan 7 ditë pas zgjedhjeve, pas 11 majit. U mbajtën Jo, nuk kemi qartë. zoti Jo, Kulliçi. qartë tipët janë qartë qytetarët. Po e kemi shpjeguar në këtë studio Jo, do ja këtë shpjegojmë histori. edhe herë qytetarëve se është e rëndësishme. Po shpjegojmë sa herë do Dhe ju, 4 po muaj dalim tek u pyetjet. mbajtën këto mandat arreste për t'u ekzekutuar pasi u përdor kjo bandë për të vjedhur votat e opozitës në qarkun Durrës dhe pasi u njoftuan për t'u larguar nga vendi dhe u sekuestruan ca para xhepi. Kompania për cilën ka marrë statusin e investitorit strategjik ky kartel, nga Edi Rama me firmën e Edi Ramës për ndërtuar në Mosgaboj në jug, nuk është prekur fare nga Spaku dhe janë sekuestruar kompani që nuk kanë asnjë aktivitet tregtar. Kështu që thënë këtë, alibia më e madhe e Edi Ramës që ta dini dhe Igli Hasanit në letrën që ka shkruar drejtuar misionit OSBE Udirit në datë 12 maj, një ditë pas zgjedhjeve, ka qenë task forca speciale e Spakut për hetimin e krimeve zgjedhore. Nëse kjo është situata, zoti Kulliçi, nëse kjo është situata që ju përshkroni, nëse situata është ajo që thot zoti Berisha që me Ramën ka vetëm fartë zgjedhore dhe nuk ka zgjedhje, atëherë nga ju vjen optimizmi se në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës dhe zgjedhjet tjera të pjesshme opozita do dalin me rezultat optimist. Për sa i përket farsës elektorale të 11 majit, ne ende jemi në një fazë në cilën nuk ke një fjalë të fundit nga misioni vëzhguesve të OSBE Udirit që janë në një farë mënyrë arbitrat e zgjedhjeve në vendin tonë dhe në vendet e tjera. Kështu që për sa kohë nuk kemi ende një raport final nga misioni OSBE Udirit për këto zgjedhje që kanë qenë farsë elektorale e provuar katërcipërisht gjatë muajve të verës. Çfarë ndodhi? Zem se do jetë më i zi se çka qenë në 2017 dhe 2021. Ne nuk mund të flasim për qëndrimin zyrtar në raport me 11 majin si produkt elektoral, si rezultat. Ndërkohë, duke qenë se kemi provuar edhe efektet, edhe kemi parë efektet e vendimarrjes në kufit e katastrofës politike të bojkotit të zgjedhjeve lokale në 2019 dhe të djegjes mandateve po në 2019, duke qenë se është sankcionuar tashmë edhe në statut Partisë Demokratike që kjo forcë politike as nuk bojkoton më zgjedhje dhe as nuk djeg mandate, sigurisht është e padiskutueshme fakti që ne do të futemi në çdo proces zgjedhor. Qartë, supozojmë se duke tentuar që të kemi një proces zgjedhor dhe jo një farsë zgjedhore. Dhe për këtë arsye vijojmë denoncimin e kësaj farse. Supozojmë se që mos sa kemi tjetër farsë. Do keni kandidatin më të mirë. Një kandidat për krahur, të mbështetur, është ose politik, ose partijak, ose i zgjedhur nga forumet caktuara, por sa janë shanset që ju në këtë betejë të madhe ta thyeni qeverinë? Këtë po them dhe një herë, pra duke qenë se ne gjatë gjithë kohës që kemi kaluar, edhe kur kemi qenë herë tjetër në studio, kemi folur për çmontimin e kësaj farse elektorale që kemi parë në datë 11 maj. Duke qenë se ende jemi në fazën finale, kur ende nuk kemi një raport final nga OSBE Udiri për 11 majin, ne bijojmë, kështu e kanë padur procedurën, sigurisht që ne kemi bërë maksimumin tonë me dorëzimin e materialeve pa fund, shtesë gjatë muajve të verës, aq sa kemi patur mundësi, me video, me proces verbale, me prova konkrete, po mos harroni që zgjedhjet janë certifikuar nga KQZ-a vetëm para 3 javësh. Pra, rezultati final është certifikuar në mos gaboj në datë 9 apo në datë 10 shtator. Jo, dakord, po prap zyrtarisht, pra zyrtarisht. Zyrtarisht. Dhe certifikuar në mënyrë të palishme. Të palishme, por edhe formalisht, pavarësisht se unë KQZ-n e konsideroj aneks të qeverisë, por edhe formalisht janë certifikuar vetëm para 3 javësh, mos gaboj. Kështu që thënë këtë, pa diskutim ne do të futemi në çdo betejë elektorale, e kemi pa diskutueshme këtë çështje. Por duke vijuar nuk ka terren, absolutisht. Por duke patur synim që të futemi në zgjedhje, jo në farsë. Dhe prandaj bëhet gjithë ky demaskimi farsës, prandaj bëhet denoncimi, prandaj bëhet e ditur me opinionin publik çdo parregullsi, prandaj çohet partnerëve kujt kemi mundësinë që t'i informojmë që në Shqipëri ka zgjedhje. Ky është synimi. Qartë. Për Spakun apo për zgjedhjet? Tundit kokën. Jo, për Spakun apo për zgjedhjet, se janë dy tema të ndryshme. Ju leximin e Spakut se i takon proceseve elektorale që pritet të hyjë Partia Demokratike në këtë kënd. Shiko, unë personalisht jam në Spak për 4 çështje.
edhe kam një seancë me datë 6 tetor, për arsye se kam dërgu Këshillin e Ministrave se ka falë. Po, si denoncues. Siç ishte edhe zoti Këlliçi sot. Ja marrë dhe në pyetje disa herë. Kur denoncon do marrësh në pyetje. Vetëm jo domosdoshmëri se Dalim te zgjedhjet. E pushojnë ato, domethënë, ka dhe mënyra që s'marrin. Tani, ndalim te zgjedhjet i nderuar. Po pra të zgjedhjet pra. E ke marrë vesh besoj që Edi Rama i fali gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Apo jo? 2 ditë para zgjedhjeve falë gjobat shqiptarëve. Shkresërisht se kështu zyrtarisht nuk besoj se janë falur ato gjoba, gjithsesi është një gjë tjetër. Ore janë falë ato se kemi pa kronika. Kjo është e paligjshme sepse ligji përcakton. Kronika është me vendim, është bërë me vendim, nuk është me kronik. Jo, edhe herë, që janë falë pra. Janë falë, ka vazhdu duke u falë. Për këtë i thash Andreas. Pra, kjo është e paligjshme se 4 muaj para zgjedhjeve nuk mund të falësh dot gjoba dhe 4 muaj pas zgjedhjeve derisa të formohet qeveria e re. Për këtë fakt un kam shkuar në SPAK dhe jam thënë SPAK. Herë falen gjobat bashkiake, Aulon. Ore tani edhe herë, duhet jemi serioz domethënë. Nëse politika nuk ka moral, duhet ketë lloj serioziteti. Kam shkuar në SPAK dhe i kam thënë, shiko, këta kanë shkel ligjin, Këshilli i Ministrave. Edi Rama s'kishte marrë pjesë në atë zgjedhje, në atë mbledhje siç këtë rast një incineratorëve. Domethënë gjithmonë sa herë ka mbledhje problematike nuk merr pjesë. Tani shkojnë SPAK e rrëzon, shkon në gjykatë shkallës parë, në QKK e rrëzon, tani të shohim çfarë do bëj apeli. Jam për krimin zgjedhor që ka ndodhur në Durrës, për hapjen e kutive. Besoj se keni marrë vesh që Kasi vendosi për me rinumëru 290 kuti në Durrës, nga 493 që ka gjithsej, u vërtetu, po jo pra se do dalë diku. Po dalim te kjo. Po aty do dalë pra për të kuptuar se çka ka SPAK-u brenda. U vërtetu që ishin manipulu votat, u vërtetu. Olsi Dado, prokurori i çështjes, është shpreh në vendim dhe thot, kandidatit Aulon Kalaja janë falsifiku vota dhe ka falsifikim zgjedhor, por nuk bim dakord thot për grupin e strukturuar kriminal. Pra ka falsifikim zgjedhor dhe ky SPAK-u e rrezot çështjen dhe e çon prokurorit Durrësit se nuk e ka kompetencë. Tani edhe atë e kam çuar në shkallë të parë, edhe për shpërdorim detyre të Kasit. Tani ç'a ndodh? Në të gjithë histori, jo se këto janë çështje të personale të mia, unë mendoj që aty ka njerëz që kanë lidhje me grupet kriminale në SPAK. Dhe këtë e them me përgjegjësi të plotë. Dhe do dalin shumë shpejt përgjimet. Prokurorët caktuar kanë lidhje me grupet. Kush do i nxjerrë këto përgjime? Po janë përgjime të punë, vje keq. Unë se di pse po censurohen përgjimet. Kush do i nxjerrë? Po i kanë pa shumica, i kanë pa. Ke prokuror aty brenda SPAK-ut, prokurorë caktuar, cilët janë pjesë e grupeve kriminale, kanë marrë legër vëlla. Kush i ka përgjimet? Janë pjesë i nxjerrë. Tani, shiko, drejtësia hyjnore jep vetëm Zoti. Aty ke prokuror shumë të mirë dhe prokuror shumë të këqij. Ky është mendimi im për SPAK-un. Në rast se unë nuk jam njëri që të them që SPAK-u është grup terrorist. Ke gjyqtar shumë të mirë, ke prokuror shumë të mirë. Tani unë po të flas me përgjegjësi të plotë dhe këtë që po ta them. Dhe shumica, një pjesë e madhe, nuk po them shumica, e prokurorëve nuk do duhet të jenë aty. Kanë hyrë aksidentalisht aty në SPAK. 20 janë aty. Nuk janë të aftë. Po ne nuk e dim atë. Nëse ka fakte, nëse ka prova, është çështje tjetër pastaj. Tani unë po të them, një pjesë aty janë pjesjollat e Edi Ramës. Po pse do t'ju besojmë juve ne? Po mirë më ke ftuar mua në studio, unë po të them ato që di unë tani. Mbi çfarë bazoni? Po mbi çfarë bazojmë do dalin ato që janë prokurorë, cilët tani unë nuk mund t'i them dot në këto momente. Sepse i kanë censuruar njerëz tjerë. Tani mos më fut në këtë labirint, po ajo që po të them unë është kjo, që aty ke njerëz të cilët janë pjesë e organizatës kriminale. Po ja u them me sinqeritet këtë gjë. Tani ç'a ndodh? Tek përsa i përket opozitës edhe momentit që ka opozita për kandidatin e Tiranës. Shiko, edhe për zgjedhjet. Unë e kam dëgjuar Belindin që e thot shpesh herë që është marrë vendim nga opozita që nuk digjen më mandatet dhe nuk do futemi në çdo garë zgjedhore. Shiko, unë jam njëri që kam votu pro djegjes mandateve në Këshill Kombëtar. Tani nuk duhet fshihemi pas gishtë. Unë gjej shumë njerëz që sot e kësaj dite dalin edhe akuzojnë Lul Bashën dhe thonë ti dogje mandatet e tjera të tjera. Nëse ai është fajtor për gjë që nuk e çoj deri në fund. Pas ka marrë malli për Lulin o? Jo, nuk më ka marrë malli fare mu për Lulin, po nuk duhet më ran qafë aty kur s'ka pas faj. Pra një sekond. Luli, na nxollë Lulin. O Lanca do dal diku. Prandaj e hapa. Unë di shumë njerëz që në atë Këshill Kombëtar kanë votu pro djegjes mandateve, direkt sa i dogje thanë ja ky i dogje mandatet. Është ajo që thanë Eritani pra, pse kanë ndryshim, pse jam e PD në këtë drejtim? Jo, po prit më burse po them ti. Po jo, po nuk thaj në Eritani. Partia aty është njëshi, aty edhe gjithë tjerët. Pra neve tani duhet ndaj mendin dhe duhet jemi serioz me shqiptarët. Në rast se kemi të bëjmë me farë zgjedhore, ne duhet shkojmë edhe drejt djegjes mandateve, po duhet ketë lloj serioziteti, jo ashtu siç e boni Lul Basha. Domethënë djeg mandatet edhe bashkëpuno me Edi Ramën. A di çfarë do të thonë me djeg mandatet?
Do më thonë që ti ta marrësh popullin rrugë, kur ti e quh SPAK-un organizatë kriminale, kur ti thu nuk ka zgjedhje. Po këtu ka ra demokracia, mërë zotëri. Problemi është ta mendojnë shqiptarët kështu dhe sa bind opozita shqiptarët në këtë rast. Dhe në momentin që ti shko dhe thu këto dy teza, atëherë ti duhet djegësh mandatet pa diskutim, duhet jetë një opsion djegje mandateve për ta çuar aksionin politik deri në fund. Jo ashtu siç bëni ish kryetari i Partisë Demokratike. Ai nuk ishte seriozitet. Pra je bëri aktin e fortë, patjetër, po e bëri me diabolizëm. E bëri për me përmbush interesat e veta. Nuk e di punë të veta, i din tani. Dhe tani politika unë e di që është biznesi më fitim prurës. Opozita duhet bëj purifikimi të vetës vet. Njerëz që kanë lidhje me qeverinë, njerëz që kanë biznese me qeverinë, që shkojnë tek qytetarët me qahallin, me Range Rover, me Dolce Gabbana, nuk duhet të ekzistojnë në politikë. Ka njerëz aty që kanë biznese me qeverinë. Ndje keq. Prandaj duhet besueshmëri e madhe kur shkosh te qytetari. Përsa i përket SPAK-ut edhe herë tjetër, e tha Belindi çështjen e Durrësit. Unë kam qenë kandidat në qarkun e Durrësit. Apo jo? Dhe i kam shku vullnetarisht SPAK-ut jo për populizëm, i kam vendos këtë telefonin në dispozicion, i kam thonë vendos mua në përgjim. Dhe i gjujta pragut që dëgjoj dera. Pse nuk i vurin përgjim gjithë kandidatët e qarkut Durrësit? Ne e dim shumë mirë që aty diktohet nga krimi i organizuar. Ke mandate që janë me flamujt kuq në Durrës. Në radhë të opozitës po në radhë të majorancës? Po në radhë të majorancës, mërë zotëri, ka marrë tjetër 21.000 vota. E kuptoti që do të marrësh, o Andrea, të marrësh 21.000 vota, një kandidat i cili në zgjedhjet e 2021, fal ta mbaroj. Ky zotnia që mori 21.000 vota kësaj radhe, në zgjedhjet e 2021 ka marrë 2.500 vota. Ky ja kaloi dhe Edi Ramës. Edi Rama ishte deputet i qarkut Durrësit. Edi Rama mori 15.000 vota në 2021. Del ky tani, filozof, profesor i madh, nuk e di çfarë ndodhi, u iluminu, domethënë i gjithë qarku dhe merri 21.000 vota. Pasi lloj kauze publike, nuk ka folur në parlament. Këta janë njerëz. E njëjta gjë në Durrës. E njëjta gjë në Durrës, o po them ky 21.000 votësh, se është mandat me flamur të kuq. Si ky i Durrësit, si ajo Elbasanit, dhe ne duhet i themi këto, nuk duhet heshtim. Ë? Se kanë shku në parlament ata aty, do bëjnë ligje, apo ajo zeqirja, si e kishte ajo e Fierit, ajo tjetra atje. Që për shkak të rinumërimit, pra se na bën tabel qitje ne që kërkuam rinumërimin. U ndroi mandat në Fier, apo jo? E pan shqiptarët se si ishin manipulu votat. Edhe në Durrës, edhe në Fier, edhe në Tiranë. Imagjinon 9 qarqet e tjera që s'u hapën votat. Nuk duhet spekuloj, por ne kur kemi 3 kampione, në Tiranë kishin trafiku 10.000 vota. Dhe SPAK-u thotë është gabim njerëzor, SPAK-u. Lëvizi mandatin Fier, jo më është gabim njerëzor, është krim zgjedhor. Kjo është. Dhe ajo zyra propagandistike se ishin aloku në një lavazh atje në Durrës këta të SPAK-ut. Dhe krimi zgjedhor duhet godit në kohë reale, o Andrea. Nuk duhet godit se unë e di që do iki ky i Durrësit. Nuk do jetë më deputet. Ja po ja jap lajmin këtu. Jo vetëm ai, edhe disa deputet tjerë nuk do jenë. Nuk do jenë mëse janë të përfshirë në aferë, o zotëri. Mjafton ti marrësh telefonin këtyre ti dhe të shikosh kë kanë taku këta gjatë fushatës elektorale. Me kë kanë bisedu? Sa i kanë ble votat? Kjo është e qartë më burr. Si fitok ai në Burg? Si fito Sara Mile në Burg? Çfarë do të thonë kjo? Po këto janë historia. Ai del dhe fito Malsinë e Krujës. Në qafë shtam fito ai. Do të thonë nuk fitojmë neve që jemi venali aty, fitok ai Malsinë e Krujës. Po këta janë shmendurira burr tani. Dhe nuk e pranojmë, nuk duhet bëjmë me të keqen, prandaj duhet denoncu kjo gjë. Dhe SPAK-u ka bërë zero për çështjen e krimit zgjedhor. E ka tani çështjen në dorë. Jo të dëgjoja Ulon Kalan. Ka shku i ka kërku dhe po e them lajm për televizionin tuaj Ilirian Celibashit, proces verbalet e 4 korrikut kur u bëri numërimi, s'ja kishte dhënë ai. Edhe i kanë çut BKS atje, kanë rrethu zyrën dhe i kanë marrë ato proces verbalet. Çfarë tregojnë proces verbalet? Merret proces verbali datës 11 maj dhe i 4 korrikut, i rinumërimit. Krahasoj me njëri tjetrin, janë 10 votat. Kaq do mjaftonte që ata numërues, cilët nuk ka rëndësia janë PD-s apo PS-s, po janë hajdut, që të shkojnë kokër të burgut. Pse? Jo për Aulonin, jo për mandatin, po që zgjedhjet e ardhshme të jenë zgjedhje më të ndershme. Zgjedhjet e ardhshme të jenë zgjedhje më të mira, se unë mund mos jem më kandidat. Po do jenë kandidat tjerë që duhet i kenë këto armë dorë. Po jo mos të dënohet krimi zgjedhor. Unë nuk kam qenë dakord që të kandidonte ky i Marës, si e ka ky? Bolano, ky Fredi Beleri, kam qenë kundër dhe kam marrë qendrime publike për ato, pavarësisht se kandidoi opozitë. Po atë e kapën, prit pra se duhet të them diçka dhe ta mbyll. Atë e kapën me presh në dorë pra. Minutat e fundit, pavarësisht se unë mendoj që është çështje e montuar dhe ajo. Po si ka mundësi nuk u ka pas një deputet? Qoftë në qark Durrësit apo të Elbasanit dhe të Fierit. Ne i dim shumë mirë ku hanin e kupinin ato me bandat. Vetëm SPAK-u nuk e dinte dhe tha, ne do kemi vëmendje me fotografi me. Po janë më zotëri janë. Po ja u garantoj që janë. Dhe thanë që do kemi vëmendje të theksuar për qarkun e Durrësit. Zero kanë bë, propagandë. Qartë.
Zoti Sejamini, pse nuk bëjmë dot zgjedhje të lira dhe të ndershme, qoftë të pjesshme, qoftë të mëdhaja, qoftë kombëtare, si është e mundur? Po kjo është histori e gjatë, ka të bëjë me traditën tonë politike, ka të bëjë me mungesën e eksperiencës demokratike, ka të bëjë me mungesën e qeverisjes. Çfarë kontributi mund t'japi opozita, meqense kemi dy përfaqësues të Partisë Demokratike në studio për le të themi në funksion të zhvillimit të zgjedhjeve të tilla, pavarësisht se përgjegjësia më e madhe është e mazhorancës dhe kryesorja. Në një farë mënyrë, zgjedhjet përkasin qytetarëve. Në fund ditës votat nuk i vidhen një partie, i vidhen qytetarëve. Votat nuk i vidhen politikës, i vidhen qytetarëve. Problemi i zgjedhjeve në Shqipëri është një problem i cili ka ardhur duke përkeqësuar. Ne kemi pasur zgjedhje më të mira dikur dhe kemi zgjedhje më të këqija sot. Për një kohë, zgjedhjet në Shqipëri ishin vetëm institucion deri diku demokratik, pasi garantonin dorëzimin e pushtetit në mënyrë paqësore. Pra përmes zgjedhjeve, të mira apo të këqija, ka ndodhur disa herë rotacioni i pushtetit dhe kjo ka ndodhur në mënyrë paqësore në shumicën e rasteve. Dhe ky ishte një mekanizëm i mirë, është një nga elementët e demokracisë, është një element themelor, por nuk është element i mjaftueshëm i demokracisë. Ne flasim për zgjedhjet janë përkeqësuar. Zgjedhjet e fundit tashmë dhe institucionet ndërkombëtare po thonë që kanë qenë zgjedhje të cilat nuk kanë qenë të ndershme, nuk kanë qenë të barabarta. Nëse zgjedhjet janë të barabarta, është e kotë që të flasim për zgjedhje të ndershme dhe për zgjedhje të lira. Por problemi i zgjedhjeve nuk është një problem i shkëputur. Problemi i zgjedhjeve është problemi i politikës shqiptare. Unë do kthehem prapë. Ne asnjëherë nuk i kthehemi një problemi shumë të rëndësishëm që ne kemi, është administrata publike. Qofse ne flasim për zgjedhjen dhe për mungesën e barazisë në zgjedhje dhe për ndikimin e padrejtë të votës, administrata publike vitet e fundit është bërë instrumenti kryesor i manipulimit të zgjedhjeve, ose të paktën të jemë më i butë themi ndikimit padrejtë të zgjedhjeve. Administrata publike është bërë mekanizëm elektoral i partisë në pushtet. Kjo është skandaloze. Administrata publike është tmerrësisht e rëndësishme. Edhe sikur të mos jesh në demokraci, edhe sikur të jesh në autokraci apo gjithë demokracie, administrata publike është tmerrësisht e rëndësishme. Ka lindur administrata publike profesioniste para se të lindet demokracia. Nëse ne në administratë punojësit partijak, të cilët punojnë në administratë vetëm se kanë shërbyer partisë, ata dhe kur janë në shtet, partisë do i shërbejnë, nuk do i shërbejnë qytetarit, se nuk do ndryshojnë çelësin sa hyn atje. Pas ditur për shembull problemin, pra ti thua si do të bëjmë zgjedhjet. Hapi parë është administrata publike. Po mos u departizua administrata publike, po mos patëm një administratë publike profesioniste, e cila nuk ndryshon për të zvendësuar militantët e çdo partie që vjen në pushtet, nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme dhe të barabarta. Kjo është e para. Një problem që ne nuk flasim kurrë është financimi i partive politike. Pse politikanët, përfshi Edi Ramën, përfshi këto duash, nuk kanë dëshirë të rinë me kriminalet? Kanë më shumë sqim dhe kanë më shumë ego për veten e tyre. Rinë me kriminalet apo me të korruptuarit apo krijojnë favore sepse duan para dhe vota për zgjedhjet, duan para për pushtetin e tyre. Në qoftë se nuk zgjidhet problemi i financimit të partive politike, nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme. Shiko, çfarë ndodh. Do shikojmë tani kur dalim sa ka kushtuar zgjedhjet. Por në zgjedhjet e shkura 2021-shit, e diti sa kanë deklaruar partitë politike shpenzime elektorale? Partia Demokratike 400.000 euro, Partia Socialiste 800.000 euro dhe Lëvizja Socialiste Negrin diku ke 200.000 euro. Qesharake për të tre forcat politike. Që do të thotë, këto parti politike kanë bërë evazion fiskal. Sa për një miting. Në rastin më të mirë, se kanë harxuar miliona. Në rastin më të keq kanë bërë evazion fiskal. Në rastin më të keq janë financuar nga paratë palishme. Në rastin ekstrem janë financuar nga krimi organizuar. Tani, parti që financohen nga krimi nuk mund të jenë parti të cilat do mirë qeverisin dhe do garantojnë zgjedhjet. Pra edhe për financimin e partive politike është një element shumë i rëndësishëm. Tjetër, demokracia brojtë e partive politike. Partitë shqiptare janë një pyetje për këtë financimin e ke fjalën për zgjedhjet e kaluara apo për 2021-shit. Okej, dakor. Këto nuk ka dalë akoma, do shikojmë sa kanë deklaruar tani. Ka mbaruar raporti. Jo, unë personalisht po të deklaroj, fushata ime ka kushtuar 6 milion lekë të vjetra. Në rregull, dakor. Dhe e kam bë, domethënë krejt transparent. Prandaj humbi kam qenë kandidati i parë që kam deklaruar. Jo, prandaj humbi nuk u bë deputet. Se është i ndershëm. Jo, se pregu tem shumë kurciale, prandaj jam kurioz me di. Gjithë Partia Socialiste deklaroi 800.000 euro shpenzime në gjithë fushatën e saj. Partia Demokratike do ju ka 400.000 euro plus minus, se si mbaj mend saktësisht. Sa për një miting 2021. Tani edhe këto janë renditur sipas fitores. E kupton çfarë do thotë kjo gjë? Ke partitë politike kryesore në vend, të cilat duan të vinë të qeverisin dhe të luftojnë korrupsionin, krimin dhe demokracinë, të cilat bëjnë evazion fiskal, për të mos thënë financohen nga burime paligjshme dhe për të mos thënë më ekstremja që mund të ketë element kriminal. Edhe ky është element shumë i rëndësishëm. Vazhdo. Demokracia bën çfarë partive. Nuk mund të kemi parti ku mungon meritokracia,
po mbi të gjitha ku mungon qarkullimi i elitave, të cilat garantojnë zgjedhje të ndershme. Nëse kryetari i partisë nuk lejon që të largohet nga, pra nëse është më vështirë të largosh kryetarin e partisë, nuk ka se të lër pushtetin, ai ka gjithë pushtetin. Kur ti, pra edhe ky është një element shumë i rëndësishëm që nuk e ke prekur asnjëherë. Dhe gjëja më e keqe është që të gjithë elementet që unë po them janë elementë të cilët nuk shkulen nga partitë politike. Edhe partitë e reja vojnë nga të njëjtat probleme. Edhe partitë e reja nuk deklarojnë financimin e tyre. Edhe partitë e reja janë thellësisht autokratike. I pari partisë është pronari i partisë. Etj etj. Pra do të thotë që zgjedhjet janë guri themelor i demokracisë. Por zgjedhjet nuk trajtohen thjesht si zgjedhje, trajtohen në një fushë më të gjerë. Pra kanë të bëjnë me partitë politike, ka të bëjnë me administratë publike, ka të bëjnë me financimin, ka të bëjnë me shumë elementë që ajo që mua më vjen keq është që këto probleme nuk fliten fare. Ja, tani do fillim do kemi prapë zgjedhjen në Tiranë. Ne do hyjmë zgjedhjen në Tiranë pa ndryshuar asgjë nga zgjedhjet e shkura. As për lidhjen me krimin, as për financimin, as për autokracinë asgjë fare. Opozita i denoncon çdo ditë ato, zoti Semini, është mjaftueshme krimi zgjedhor. Po pra, po, shiko. Po përfshihen edhe, le të themi, tezat që ju ngritet. Se tani nuk duat se po e monopolizoj. Opozita është një element në demokraci. Madje nuk është element i më rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, opozita ka qëllim kryesor të krijojë alternativë dhe të bindë njerëzit që të votohet. Drejtësia ka më shumë rëndësi se sa opozita. Media ka më shumë rëndësi se sa opozita. Administrata publike ka më shumë rëndësi se sa opozita. Institucionet e pavarura kanë më shumë se opozita. Pra, ne arrasim çdo gjë opozitës. Opozita, çfarë bën opozita në fund ditës nuk është në pushtet. Opozita ka për detyrë të krijojë një alternativë ndaj qeverisjes dhe të bindë qytetarë për votuar për të. Kurse të gjithë institucionet e tjera që ne i paguajmë pikërisht për të luftuar krimin, për të hetuar krimin, për të luftuar korrupsionin, për të zbuluar korrupsionin, për të garantuar zbatimin e ligjit, për të parashmërinë, këto janë institucionet përgjegjëse. Prandaj në rrjeshtin e institucioneve që janë përgjegjëse për krimin elektoral, për korrupsionin, opozita është e fundit. Edhe media është para opozitës. Prandaj them që opozitës t'i japim hakun e vet, po edhe mos i biem në qafë ku nuk i takon. Jo, opozitës ne nuk i biem qafë, më fal. Opozitës ne nuk i biem qafë, po ju thatë një element shumë të rëndësishëm, është alternativë. Për korrupsion, ai tha më pyeti për krimin zgjedhor. Po prit. Kurse ato që thash janë vërteta për opozitën, dhe për opozitën dhe për nga 800.000 PS-ja, 400.000, 600.000, sa tha. Patjetër financimi. Tani e njëjta gjë që kur opozita funksionon si partia opozitare, si partia socialiste. E kisha për krimin zgjedhor, komendin e fundit, kurse i qëndroja atyre që thash për financimin dhe për demokracinë, edhe për administratën publike. Qartë, zotja Foku, këndi juaj? Po, unë përsëri kam këtë tezën, Andrea, që e shikoj si çështje themelore dhe kombëtare çështjen e opozitës. Dhe për parantezë them që sa herë që bëj kritika për opozitën, e them dhe publikisht, s'kam lidhje se po bëre kritike je me Edi Ramën. Jo, më jo. Nuk ka lidhje fare kjo. Duke se more pak frik nga muri që do krijojë. Jo nga muri, jo. Mora më thoj za pak frik. Muri propagandës. Jo. I patronazhistëve. Mora pak frik nga ajo e djeshmja që dy emra aty dhe fillon je Edi Ramës, je i paguar, je kështu. Domethënë kjo është për të qeshur. Po unë sinqerisht e vlerësoj shumë Aulonin sot, se sikur të ketë disa zëra në Partinë Demokratike si Auloni që ato kritika që kanë në mendje i shprehin me gojë, Partia Demokratike duhet më mirë, duhet më hapur, duhet të jetë më relaksuar. Gjithmonë ka patur zëra si Auloni. Jo, ka një perceptim, Andrea, që Partia Demokratike është grupi parlamentar. Tani, Belidi që është këtu që ishte dhe jashtë grupit, sepse dha dorëheqjen ose ishte jashtë grupit. Dhe tani brenda grupit është personifikimi i asaj që e kupton më mirë këtë gjë, sepse aty ka deputet që kanë 3, 4, 5 nuk e di, rekordmen, 8 mandate, 9 mandate, dhe se kanë atë idenë se çfarë ndodh jashtë grupit parlamentar. Partia Demokratike është shumë herë më e madhe se sa grupi, nuk është ajo po doja. Dhe vendimet e grupit, okay, ai është institucioni i lartë sepse është parlamenti, sigurisht, nuk mund ta shpërfillësh, por është krijuar një perceptim që ata deputet për shembull që ikën, nuk janë më pjesë e PD-s. Partia Demokratike ka një problem, janë të nervozuar kur ka kritika dhe nuk lejojnë kritika më. Qofse partia nuk është alternativë dhe ja një nga defektet. Çe kushton dhe Partisë Demokratike ta zgjidhte këtë punë e kandidatit? Që është kur zotin Kolliçi për tezën që ngrini. Jo, kam frikë se nuk do të japi përgjigje me të drejtë dhe ka të drejtë. Pse? Sepse një nga ato që unë bëj si kritikë është që zoti Kolliçi, edhe pse humbi zgjedhjet në Tiranë, ka bërë një betejë të jashtëzakonshme. Do të thënë, ne sot kemi njerëz që të riqin atje. Dhe zoti Kolliçi nuk meriton atë vend në grupin parlamentar, sekretar, nën kryetar, nuk e di jam i saktë këtu.
Por zoti Kliçi meriton dhe një vlerësim tjetër. Ndërsa nuk dua të përsëris njëta se i kam thënë njëherë këtu, njëherë së pa votuar, domethënë janë më lart se zoti Kliçi. Të gjithë ata që kanë bërë garë nga viti 2000 deri më sot në Partinë Demokratike kanë humbur përveç Lulzim Bashës, po janë bërë figura të rëndësishme të Partisë Demokratike, që nga Besik Musafaj dhe e kam thënë edhe herë tjetër këtë. Dhe zoti Kliçi humbi, po me dinjitet dhe sot është me vërtet një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike. Çfarë janë këta në PD që nuk bëjnë garë, nuk lë unë mandatin e deputetit se e kam sigurt humbje. Se kështu i bie. Se ka dhe nga ata deputet që nuk mund t'i kërkohet të lënë mandatin. Për shumë Zoja Tabaku bëri gjitha të betej për janë dakord me këtë dhe këtë kam thënë. S'mundet t'i kërkohet edhe ushtrohet presion mediatik. Jo, ti e di për kë kam, nuk e kam për Zojën Tabaku. Ti e di për kë kam. Më kam thënë një herë. Ç'është kjo histori tani, nuk mund t'i kërkohet. Politika është vetëm benefite, merr mandatin. Po kur ka nevojë Jo, Zojën Tabaku, Alon ka një të drejtë. Zojën Tabaku e bëri një betej për përfitime. Pra, po që do me thonë kjo bërë i garë? Oke, mos dalim me emrat përveçëm, po thishëm... Me që e themër, burë, e kam të emri përveçëm, e kam parim, garën e kanë bëhë, edhe si kur ta dish që do e humësh garën, do të shkosh. Pa diskutim, që është kjo histori tani, po i kemi ranë fatalizë më burë. Nuk duhet vdes opozita parë se me prej plumbi, a më kupton. Pra jemi në situatën, në garën, kush nuk del kandidat, jo kush del kandidat. Mos ndoshta do të ishte një nga lista e mbyllur, Aulon. Po patjetër ti jeni edhe ata, pse jo? Po pikërisht pra kjo është pyetja, se Zota Tabaku e bëri një betejë që pati jo pa kosto. Ç'a kosto pati? Përveç se pati promovim në Kosovë, ka pas Jorida që t'jemi qartë. Askush ka pas kosto, kemi hyrë Tabaku është në të drejtën e vetë, më të vështirë për Zonja Tabaku nuk do në fare fushat, ka pa të shumë. Patjetër, jam dakord me ta. Zonja Tabaku është në të drejtën e vetë që të ketë ambicjet e saj, projektin e saj politik, profilin e saj politik dhe kjo është krejt normale. Nuk e kritikuam. Po pra, s'ka asgjë të keqe. Por edhe kjo qasja që nuk mundet dikush qoftë të rrezikojë diçka nga karriera, nga momenti aktual apo nga pozicioni aktual. Me ke bërë ti vetë atë, ke lënë mandatin? Dhe kam lënë me hyrë ngar pa vul, pa logo, pa fonde, pa media, pa asgjë. Qartë. Duke më konsideruar madje jo kandidat PD-s. Quhesha kandidat i një koalicioni, bashkë fitojmë dhe u detyrua të vendosë emri Ilir Metës në fletën e votimit, kur ne Ilir Meta çonte shkresën KQZ, thonte nuk jam unë lideri i koalicionit, Sali Berisha, dhe na thonte KQZ-ja që jo, keni Ilir Metën. Kështu që për hir të vërtetës, duke qenë se edhe jam konflikt interesi në këtë debat, por edhe kam dhënë shembullin tim, kur vjen një moment që do duhet jepet një mesazh i qartë, që do duhet bëhet një betejë fortë brenda gjithë mundësive që janë, patjetër secili duhet ta masi vetëm, por kjo ka të bëjë pastaj edhe me profilin personal. Po pra siç ka qenë rasti Bamir Topit që s'pranoi me kandidum Tiranë për shembull, atë i tha partia me kandidur, ai tha nuk pranoi, tha se nuk fitoi. Kjo është krejt e qartë. Kjo është krejt e qartë. Dikush ka prioritete tjera, dikush Jorida me drejt është e fokusuar ke jeta parlamentare, ke mandati parlamentar me drejt zotit. Atë ka prioritetin e saj, por ka mjaft figura tjera politike që besoj mund ta bëjnë atë punë. Çfarë procesi do hyni, duke qenë se jemi në fazën e konsultimit jemi për kandidaturat, besoj që shumë shpejt do të kemi një vendimarrje finale për kandidatin jo vetëm Tiranës, por gjitha. Keni bërë një ftesë partive tjera aleate, jo vetëm Partisë së Lirisë, por edhe partive tjera, patjetër, dhe besoj që besojnë mos në këtë fundjavë apo pak ditë mbyllet edhe një ekip i ngushtë negociator që do të ulet me gjitha faktorët politik, me gjithë partitë e tjera politike për gjetur një model, një rrugdalje të përbashkët nga kjo situatë ku po hymë në zgjedhjet pjesshme me 6 bashki, sepse nuk ka qenë e përgatitur e para përgatitur ky skenar nuk ka qenë para përgatitur para pak muajsh, por sot është një realitet politik që jemi të qartë që është realitet politik dhe ne do duhet përballemi një minutë më parë me këtë situatë. Ju falenderoj. Faleminderit ju. Shumë faleminderit zoti Kliçi. Shumë faleminderit. Andrea, vetëm një moment se ma dërgon kandidatja e qarkut Durrësit, është denoncuar SPAK, ja po tani po deshe nga Iliriana Kuçana, momente që janë ble vota me zarfe, është dhe me video, po deshe ta kaloj dhe video. Pra, ka fakte në SPAK, ajo që të thash pak më parë është totalisht e vërtetuar. Ky është momenti që janë bler vota në Shkozet. Dhe ka shku çështja në SPAK. Mund ta plejosh videon sepse Patjetër. Çfarë ne shpjego sepse që para ndore dhe fotografia dhe s'patë mundësia. Jo, e kanë kuptuar portalet se shikoj që jemi bë lajmi fundit aty. Ja, janë duke ble vota këta me zarfe. Janë qendër votimi. Tani më vjen keq burr tani, nuk e dia shef për aty.
Po s'kuptohet Aulon. Ja pra, këto janë persona që po rrinë gjatë gjithë kohës para besoj se është film i parë burr, se kështu bëjnë këta. Domethënë njerëzit e Partisë Socialiste bandit i lejnë para shkollave. I ka vujt ky zotnia Kurriz, i kanë vujt unë, i kemi vujt gjithë, i kemi denoncuar këta nuk duan. Kjo është e vërtetë. Aulon, shumë faleminderit. Faleminderit. Kulliçi edhe një herë shumë faleminderit. I nderuar, shumë faleminderit. Faleminderit. Rezultati Amina, shumë faleminderit. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Bashkërisht do shihemi javën e ardhshme. Pas pak do vi kolegu Xhever Qardaku me emisionin Rreth e Qark. Natën e mirë.